Gjesti po e akuzonte që po jepte shenja Xhesit, Rozana po i biçim demaskonte lojën, po themi. Nuk më hyn këto fare se nuk e Afrimiteti. nuk e ashtu këto flirtimet me sy. Nuk e kam të paktën aspekt me atë, nuk Do e të themi diçka po, ti ke deklaru para 10 ditësh, mua më ke thënë si fjali, që do filloj të flirtoj me Ertin për lojë gjithmonë negri, jo për arsye tjera, për lojë. Dhe këtë e ka thënë, ma ka thënë se lut topi, nuk po shpif. ti je i prekur për fjalë që ajo ka thënë mbas kurrizit tënd, por ti në fakt je një njeri këtu që ke folur mbas kurrizit. Jo Për Danjë? Jo për Danjë, ke folur për mua. Po? Kur ishim prishur? Jo, Kur? jo vetëm, edhe për informacione nga jashtë. Edhe që ti më njeh mua në marrëdhënie me njerëz të tjerë. Kur kemi qenë prishur? Prishur ose jo të prishur, mos kam fol kur për marrëdhënien tënde. Asu s'ka folë për të. Ke fol? Kam thënë detaje? Po. Ma thuaj një detaj. Ke dhënë një siguri që ti më njeh mua shumë mirë nga jashtë, nuk e ti s'm ke parë kur mua në. Ti e di që unë s'kam parë dhe se. Po ti e ke thënë. Si e kam thënë? Ke thënë kështu është të jashtë ajo se e njoh fon. Si jam unë jashtë? Në çfarë momenti e kam thënë? Nuk e kam qenë. Se ti nuk di datën. Jo datën, jo. Të betojmë Nuk e që kam nuk di as qenë. me kë ke qenë, po ti që e ke thënë. A thjesht ta kanë thënë atë? Si do Ke ta thënë edhe një gjë që unë ta kam kërkuar me insistim, një bisedë atje brenda që kam qenë duke folur, që të kam thënë mos e. Dhe ti e ke thënë edhe me njerëz tjerë. Cili bisedë? Brenda. Që unë kam qenë duke folur dhe ke ardhur dhe ke bërë dhe këtë diskutimi me mua. Pa, që ke thënë të gjovaqishe e acaruar e nga jashtë derës. Dhe tash mos e. Dhe ti ke folur dhe me njerëz tjerë për atë gjë. Do me thënë, nuk është se mos u zhgënje kaq shumë nga të tjerët kur ti bën vetë këto gjëra. Për këtë çajt, për ato po thupa. Që të kujtoj pak kontekstin pse e kam Mos flas pastaj për terma të tjera që ishim apo si ishim prishur, po unë me thënë drejtën për jetën tënde personale një. Për të të ofenduar me terma, nuk e kam bërë ndonjëherë. terma këtu në lojë po thua, për lojën që. Jo terma loje vetëm, po në përgjithësi. Fjalë pas shpine. Sulm pas shpine. Komente për lojë kanë qenë më iki. Momente për lojën që ti nuk arritë ta kuptoje asnjëherë që ajo nuk ishte një lojë, Se kuptova asnjëherë. me reagimet e mia. Asnjëherë, po. Ta thashun që sapo ta thash te divani, që fakti kur